Vllaznia do të luajë të mërkurën ndaj Dinamos ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Përballja e parë në Shkodër u mbyll në shifrat e barabarta 0-0, por sërish kuqeblut besojnë shumë tek fitoria dhe tek kalimi në finalen e këtij kompeticioni. Në konferencën e shtypit të pragndeshjes, trajneri Tomas Brdarić u shpreh se ndaj Dinamos, ekipi i tij do të jap maksimumin në mënyrë që vllaznia të shkojë në finale. Është koha të arrijmë atë që kemi punuar që nga fillimi i sezonit. Deri tani kemi patur një vazhdimsi të mirë. Në përballjen me Dinamon do japim maksimumin. Ndeshja e parë përfundoi 0-0, por tani duhet të jemi sa më të fokusuar në ndeshjen e kthimit. Duhet të jemi të përqendruar në mbrojtje dhe në sulm. Çdo kush prej futbollistëve do të ketë detyrat e veta. Do t'i udhëzojmë gjatë gjithë kohës. Shpresojmë që ndaj Dinamos të jetë një ditë e mirë për vllaznin, për tifozët dhe të shkojmë në finale. Ky është objektivi ynë. Duhet të jemi të përgatitur për këtë ndeshje dhe le të punojmë për hapjen e radhës. Shkojmë vetëm për fitore në Elbasan. Nga ana tjetër, kapiteni Bekim Balaj tha se ëndra vllaznisë është titulli kampion, por shtoi se fillimisht duan të arrijnë finalen e kupës. Përpara kene ndeshje akoma më shumë të rëndësishme, mund të them, me Dinamon. Një ndeshje që na siguron finalen. Pas ndeshjes parë që u lut në Shkodër 0-0, mendoj që kjo do luhet si finale, si ka gjitha rezultatet më rënd. Përqendrimi është maksimal, mund të them që vim dhe një gjendje psikologjike të mirë, pasi në ndeshjen e fundit siguruam dhe vendin e dytë siguruam. Jemi momentalisht në vendin e dytë për Final Four këtë fazë finale të kampionatit, kështu që jemi gati të japim më të mirën tonë në këtë ndeshje. Kena pas përballje me Dinamon, mund të them që kena bërë ndeshje të mira, ndoshta rezultatet nuk kanë qenë as favorizuese, por e rëndësishme është që jemi para Dinamos për Final Four, kështu që shpresoj dhe besoj shumë që do dalim dhe në kupë para tyre. Mendoj që kjo nuk është vetëm ëndra jeme, po e gjithë Shkodrës, kështu që pas të gjithë këtyre viteve ëndra dhe dëshira është e madhe si nga unë dhe gjithë, por që besoj që kemi akoma rrugë për të bërë dhe du të rrimë me kam tokë dhe përqendrim maksimal. Ndeshja e kthimit gjysmëfinale Kupës së Shqipërisë mes Dinamos dhe vllaznisë do të luhet të mërkurën në orën 19 në stadiumin Elbasan Arena.